Se meritoj, s'meritoj asgjë në botë, meritoj një lule ditë për ditë, atë meritoj. Vazhdo. Zbutej qik. Jo, meritoj një lule ditë për ditë, Zbutej vazhdo. qik. Ti, kur dëgjove fjalët e mamit tanë, qa do më shumë për mua dhe për ato që kanë folja është? Unë dëgjova fjalët e mamit tim edhe në ndaç... Mos ma bëj ftyrën kështu ta ke fol mie, mos më shtremo. Po flasë... Po mos ke nevojë me më bon atë lloj ftyre. Po një sekond. Po. Mos më bëj këtë ja. Ti boj pra se jetu i bë vet. Qëndro mirë drejt mi, hek këto gishta, po them mos më fol me gishta. Tani, unë atë stilin e mamit tim e kam lexuar si... Se mami tha që jo si kur është kthyer është sjell mirë. Jo si ka më sulm, edhe ke pranuar vetë. Jo si më ka sharë që kur është kthyer. Jo si ka bërë sherr me mua. Jo si ka njëtu një vajzë tjetër para syve të mi. Jezi nuk është sjell vërtet shumë mirë me mua. Po pse thot mami pra ashtu? Mami thot për mua, që ta jetoj unë sa më lirisht të eksperiencë me ty. Unë të pak në kështu e lexova. Nda që lexova keq, nda që lexova mirë. Por kështu e lexova. A ka mundësi me bo që të thash, pse se bon vetë më vëlla? Me thonë, jo, kam gabu shumë edhe u binda sepse nga fjallët e mamit. Jo, pëtje, mos më kalot e nuk ka nevoj pra jo. Po, ka nevoj, pse s'ka kërko falje? Ti s'ka kërkuar falje për asë që Ti ke bërë. Po, për të gjitha gjanët kam kërku falje. Po dhe unë ty. Tani duhet me kërku falje për hedhin e unazës, se ka qenë super keq kuptim. Dhe do kërkosh falje 2 herë. Që je keq kuptu, je keq kuptu, po me detyrim e ki. Po nuk e bëj me detyrim. Po ke me e bo. Sepse kërkimi faljes është mënyra më e mirë me tregu atë. Po në të kërkuar falje. Jo, mos më del nga o bilbil. Po ti, mos më del nga dek ndek cila herë. Unë? Me qëndro ty, Lori. Të kërkuj falje. Jo, s'ka kërkim falje kështu. Nga dalë, më merë frymë mirë, nise fjalinë edhe përshko dhe në fund. Si që ta kam bo unë. Edhe ule hunën në këtë situata. Po e ullë pra. Jam të e ullë. Bëje pra si duhet, mos ma bëj me ironi, mos ma bëj me munges. Nuk e kam me ironi, po të flasë të mamë. Fol. Çdo gjë që unë të kam bërë... Jo, hiqë këto gjë. Po vetëm atë, jo, mos më hynë tjetër kund. Mu fokuso atë që të pyeta unë. Po pse nuk po ta bëj? Po jo, nuk kam nevojë se ke kërku falje për herë tjetër, po për këtë s'ke kërku. Jo, do të kërkoj edhe për këtë. Ma leta formuloj si... Nuk dua ashtu. Po nuk mund të visi do ti, do visi them unë. Lori, du me dëgjua atë që du unë. Sepse aq më tepër ta vlerësosh, se të paktën nuk është përsërit atë që thua ti dhe një mendit të lehtësi për edhe iku. Ai të fol me mua më vetë. Jo, në momentin që ta... Me kë po flet ama? Me ty. Fol si duon pra, nëse do me fol, po jo, për këtë gjë... Po jo, do Lori, jo si do Jozi. Këtë gjë si po ta kërkoj unë, bëje si them unë. Për çfarë arsye? Sepse unë dua ashtu, unë e kërkoj ashtu. Po detyron, nuk po më lën mua, të ta formuloj, ashtu si unë... Nuk du, s'më intereson. Po është me